Një reformë e re për taksën mbi pasurinë e paluajtshme pritet të ndryshojë mënyrën se si do të taksohen pronat në Shqipëri. Qeveria synon të reformojë taksën mbi pasurinë e paluajtshme përmes një ligji të ri që vendos në qendër vlerën e pronës dhe jo vetëm karakteristikat e saj fizike. Sipas projektligjit të hedhur për konsultim, bashkitë do të përcaktojnë çdo vit vlerën e taksueshme të pasurive, të cilat ndodhen në territorin e tyre, mbi bazën e hartave të vlerës dhe metodologjisë që do të miratohet në nivel kombëtar. Për ekspertët, kjo reformë është e mirëpritur. Metodologjia e përcaktimit të vlerës së pronës, e cila duhet të jetë sa më afër tregut, dhe duhet të jetë sa më reale. Mund të kemi një kategori më të pasur të përjashtime që bëjmë për shtresat në nevojë, ka përfshirë përjashtime për banesën e parë, por me një diferencim shumë të madh nga kryeqyteti me periferinë. Projektligji parashikon gjithashtu krijimin e një kadastre fiskale kombëtare ku do të regjistrohen dhe përditësohen të dhënat për pasuritë të gjithë vendit. Taksa planifikohet të paguhet në 2 këste, ndërsa për debitorët janë parashikuar kamat vonesa deri në kufizimin e disa shërbimeve publike. Ne kemi një taksim për banesat, 0,1 deri 0,2%. Kemi një parashikim që duhet shkojë 50%, por nga ana tjetër 0,2 në optikën time është i ulët. Mendoj që në parim duhet të sjellë më shumë drejtësi fiskale, efektet nuk do të ndihen deri në 2029. Qeveria argumenton se reforma do të rrisë drejtësinë fiskale dhe të ardhurat e pushtetit vendor. Megjithatë, ndikimi real i saj do të varet nga mënyra se si do të vlerësohen pronat, nga shkallët e taksës që do të vendosin bashkitë dhe nga efekti që ndryshime do të kenë në buxhetet e familjeve dhe bizneseve.